Elbi. A e di se profeti Muhammed a.s. ka treguar recetën kundër depresionit? Jo recetë metaforike, po recetë reale gatimi. Elbi është një ushqim funksional, ndikimi të cilit shtrihet përtej trupit fizik dhe prek edhe ekuilibrin emocional të njeriut. Aisha radiallahu anha transmeton se profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të, rekomandonte gatimin me elb, e njohur si talbine, për ata të cilët po kalonin ndonjë periudhë pikëllimi dhe depresioni dhe thoshte se ajo qetëson zemrën e të sëmurit dhe largon pikëllimin. Elbi është i pasur me fibra të tretshme që stabilizojnë nivelin e sheqerit në gjak, duke parandaluar luhatjet metabolike që shpesh shoqërohen me ankth dhe nervozizëm. Përbërja e tij minerale dhe vitaminoze mbështet funksionimin e sistemit nervor dhe sintezën e neurotransmetuesve që lidhen me qetësinë dhe mirëqenien emocionale. Përmes ndikimit të tij pozitiv në mikrobiomën e zorëve, elbi kontribuon në uljen e inflamacionit dhe në rregullimin e boshtit zor-tru, një mekanizëm kyç në stabilitetin mendor. Kështu, ajo që tradita profetike e përshkroi si qetësim të zemrës, shkenca sot e njeh si një efekt biologjik të matshëm.